Me çfarë të duhej të ndikonte rritja e 10 lekësh të çmimit të biletës urbanit? A është rritur gjë cilësia e transportit publik bashkë me këtë rritjen e 10 lekësh? Jo. A janë shtuar gjë linjat e urbanit për qytetarët e Kamzës ndërkohë që rriten 10 lekësh? Jo. Kujt i ka rënduar në fakt këtë 10 lekësh? Të gjithëve ne që përdorim transportin publik. Janë me qindra e me mira fëmijë të shkollave 9 vjeçare që detyrohen çdo ditë të marrin transportin publik për të shkuar në shkollë. A e dini pse? Sepse ka mungesë shumë të madhe të shkollave në rrethin e Kamzës, në Kamës. Janë me mira punëtore fasonerie që detyrohen çdo ditë të pagojnë ato 10 lekë shtesë për të shkuar në punë. Janë me qindra e me mira qytetarë të tjerë, pensionistë që përdorin transportin publik dhe do duhet ta pagojnë këtë shtesë. E çfarë na kthehet në mbrapsht nëse ne pagojmë këtë 10 lekë? Asgjë. Përveç se zhvatemi çdo ditë nga xhepat, asgjë nuk ndryshon. Kamza ka një mungesë të madhe të hapësirave publike. Ka një mungesë të madhe të nënave se ku do i çojnë fëmijët pas shkolle. Nuk ka asnjë lloj zhvillimi. Tani, të punohet, janë me qindra e mira punëtorë që detyrohen të shkojnë drejt Tiranës për të punuar. Por jo, bashkia vendosi që na rriste çmimin e biletës sepse ka një marrëveshje për të vjedhur qytetarët me ata të transportit publik. Ne si qytetar, jo vetëm që duhet ta kemi reagimin, sepse këta thonë, është 10 lekësh, nuk ka asnjë lloj problemi. Atëherë nëse s'ka asnjë lloj problemi, anullo vendimin zotri. Nëse ky 10 lekësh nuk ndikon kaq shumë xhepat e qytetarëve, pse rritet? A bërë ditë gjestë publike me qytetarët, a i pyetet ti këta qytetarë se sa janë kostot e jetesës që këta mund të përballojnë? A i ke pyet ndonjëherë qytetarët e Kamzës se çfarë jetë bojnë? A i ke pyet ndonjëherë studentët që detyrohen të vinë fakultet për të rritur një mirëqenie për t'i dhënë shqyrpime këtij vendi për qëndruar në vendin e vet? A i ke ndihmuar ti ndonjëherë këta qytetarë? Jo, përkundrazi, vetëm në hapësirë publike që kishe tek Universiteti Bujqësor i Tiranës edhe me koncesion, ja dhe privatit ke ndërtu godina, po kur nuk e menduar për këta qytetarë. Edhe prandaj, jo që vetëm duhet anulloj vendimin, por duhet miratoj abonem falas për pensionistët, biletën falas për studentët, edhe kjo është e pamjaftueshme, është mos e pamjaftueshme. Kamza do duhet ketë hapësira, do duhet ketë zhvillim që qytetarët jetojnë me dignitet. Ky nuk është vetëm fillimi, as fundi i kësaj situate, ne do të jemi çdo ditë në Kamës, jo vetëm për këtë çështje, por për çdo çështje tjetër që abuzohet në kurriz qytetarëve. Faleminderit.